Ju përshëndesim nga këndi gatimit, mirë se erdhët dhe gëzuar zonja Vjollca. Gëzuar, mirë se erdhët në emisionin tonë. I kemi dhe ngjyra sot edhe tryezë. Që po trazojmë gjalpin dhe sheqerin. Për arsye se sheqeri duhet të po bëj ballakume, që ta themi një Po simbolika e sotme. Po, sheqeri duhet të jetë sa më i bluar, jo sheqer kru, në asnjë mënyrë, se duhet bëhet veprimi midis gjalpit dhe sheqerit, që sheqeri të shkrijë në gjalp, derisa ne të bashkojmë duar dhe të na bëhet një sintesie. Do të thonë këtu duhet të jetë një salë të vërtetë, pa kokrize. Tani kemi filluar punën, këtu është bërë diçka si shkumë, është në proces e sipër, gati në përfundim, dhe përbërësit për të realizuar këtë recetë, ne kemi shkuar në drastë Recetën tjetër, për dhe ajo është me ngjyrat që simbolizohen. Por, me që kemi arritur deri në këtë proces, flas për ju ata që janë nga Elbasani, i din dhe më mirë se unë, që jam nga Përmeti, po flas për gjithë shqiptarët, kudo që janë. Pa, ja të rregulloj pak këto gjërat e vogla. Tani të vazhdoj unë me këtë pjesën dhe... Dhe unë po interpretoj pak recetën e parë. Pra, këtu kemi 200 gram gjatë të shkrirë dhe gjatë i matet në momentin që ka shkrirë dhe 500 gram sheqer. Po, zonja Vjollca, do të trazojmë këtë pjesën e ballokumeve. Kemi simbolikën ndërkohë më tryez, ju i shihni edhe në ekran me ballokumet me arrat edhe me fish. Sigurisht janë simbolikat festës pajsa edhe lulet që kemi në tryez. Besoj se shumë familje kanë bërë këtë gjë përgjatë ditës së sotme në tryezën e tyre dhe jo vetëm. Është dhe ajo qesja ose hisje që i quhet ndryshe për të dhënë këto simbolika. Një ballokum me fiqe dhe arra, sigurisht edhe lule të ndryshme, për t'i dhënë kuptim kësaj dite. Do të ketë aktivitete të shumta sot, apo jo, edhe në Elbasan, që është të ketuar dhe jenë... Më falë. E lidhur shumë ngushtësisht me Elbasanin. Kam kaluar, pothuajse rinin, se fëminin e kam kaluar në Tiranë, por kanë filluar festat që dje. Ndizën zjarre, për të simbolizuar errësirën e dimrit që ka kaluar dhe ditës e djegën, se në iku errësira dhe na lind një ditë e re, janë larë sot në mëngjes vajzat e reja dhe të gjithë, me lule, me ujnë e luleve, ujnë e vezëve, bëjnë dhe vezët me ngjyra, që është tradicionale. Ngjyra, nuk është se është një ngjyrë përcaktuar. Ngjyra. Ashtu siç mund t'i bëjnë për Pashkët. Plot ballakumet që janë bërë shumë ditë përpara, mbasi këto që bëhen në ditën e sotshme sikur dalin pak të forta, pastaj duke ndëjtur ato fillojnë dhe zbuten. Është një fest shumë e bukur, është një fest që është shumë e vjetër, edhe në shpirt, dhe vërtet simbolizon pranverën, është gjë shumë e bukur. Bashkimi i të gjithëve dhe dalin në për piknike, në për tryeza. A që vëdej për kur favorizon dhe koha, se të duket që është një kohë shumë e bukur, se shumë rrallë nuk kam bajtur koha. Ne sot do të bëjmë një gatim tradicional që është në Elbasan. Në Elbasan është tava me pestil, është tava e kosit që tashmë e din të gjithë dhe ne kemi prur emisionin tonë. Do të bëjmë një mish me majdanos. Për të realizuar këtë recet, na duhet mish i baktive të imta, që do të thotë ose mish qingji, ose mish keci. Unë kam marrë 1 kg mish qingji dhe e kam vendosur për të zjerë. Në këtë moment, e kam mbuluar me ujë dhe mishi është në këtë moment gjysmë i zjerë. Gjysma e procesit tjetër do të vazhdoj të zjej në momentin që ne do të hedhim edhe qepët e njoma. Pra do të marrim qepët e njoma, si që janë këtu, i presim pjesën e bardhë, horizontalisht pak, më falni. Çfarë do të ndodhë më pas me këtë pjesën, zonja Vjollca? Ti do t'i pjekim, do t'i vendosim... dorën se naftohet, do t'i pjekim, ne? Por me që dhe i kemi ballakume, do të regojmë procesin, se derisa të mbaroj pjekja, s'besoj se do të arrim. Pra, i presim pak qepët e njoma, tek pjesa e bardhë, dhe tani i presim në këtë formë, në një trashësi, afërsisht 1 centimetër. Kaq. Do të marrim dhe një qik nga pjesa jeshile. Pra, këtu kemi 4 tufa, 4-5 tufa qep të njoma. Kemi 4 tufa majdanos,
Mvaret edhe si është ky majdanozi, se ndonjëherë majdanozi janë ato tufat shumë të vogla, mos merrni 4, merrni 5. Këtu, tani, thash këtu ka zjerë mishi, nuk kam hedhur krip. Pra këtu ka vetëm mish dhe ujë sa të mbulohet mishi. E mbulojmë përsëri, jo, ky është kapaku, dhe në këtë tiganin tjetër, unë do të vendos qepët. Do të kaurdis qepët me vaj ulliri, 50 ml, 60 ml vaj, se mishin nuk e zgjodha me shumë ndyrë, hedh qepët, dhe nuk do t'i japim ngjyrë, vetëm do t'i kaurdisim, ato do uli nivelin e tyre, dhe do të fillojnë të marrin një skuqje të lehtë. I lëm këtu. Vendosim pak kapakun që mos të na lëshojnë shumë erë qepësh. Dhe më pas do të shtojmë një lugë gjelle ose një lugë e një çerek gjelle, mbaret se sa i mirë është piperi kuq që keni ju. S'po them speci simbolizon specin e gjallë, kurse ky është piperi kuq, një lugë gjelle piper të kuq, keqepa. Mbasi ta kaurdisim dhe pak sekonda, për arsye se piperi kuq nuk duhet lënë shumë në yndyrë, për arsye se fillon dhe nxihet. I dhërohet pastaj. Menjëherë do ta hedhim tek tenxheria. Do të hedhim në tenxhere sa pjata. Këtu do të jenë 5-6 pjata, 6 të kapura të tilla, që përafërsisht është 6 lugë çaj, jo lugë gjelle, ose një gjysmë lugë gjelle për porcion për një pjatë. Oriz. Dhe do të grim majdanozin jo shumë holl, pak më holl se qepët. Do të hedhim dhe majdanozin, do vendosim kapakun dhe do ta lëm të zjedhë për 15-20 minuta të tjera, aq sa të shohim që orizi është zjerë. Ky lloj orizi që kam në tavolinë, ai që është rrumbullak, zjem për 14 deri në 16 minuta. Është kohë mjaftueshme që do të ketë zjerë dhe qepa, se do të jetë e kaurdisur, dhe mishi përfundon se është pothuajse gjysmë i zjerë, dhe gjithçka është gati për tu serviru. Është një gatim shumë i thjeshtë, me pak përbërës, por jashtëzakonisht i shijshëm. Po tradicionale dhe në këtë ditë në të cilën jemi. Recetat tradicionale të qytetit Elbasanit, po. Sigurisht tryezat mbushen plot sot me këto gatime. Qytetin Elbasanit bëhet dhe tava me pestil, që është shumë me pak përbërës, por kryesisht po janë të shëndetshëm, kryesisht këto bimët që vinë nga toka, dhe kjo është simbolika që bimët marrin atë lagështirën e tokës, në një ditë të tillë duke e larguar, duke dhënë fund të dimrit dhe duke u bërë gati për stinën e pranverës. Atëre, tani te ballokumet, çfarë kemi hedhur aty deri tani? Këtu thash kemi hedhur 500 gram sheqer. Sheqeri është mirë të jetë i bluar, se nëse është shumë kokër e trash, atëre do të duhet jo gjysmë ore dhe 40 minuta, po do të duhet 2 orë dhe 40 minuta për ta trazuar. Mirë është, tradicionalisht, në familjet e elbasanse kanë s'ka familje nga ato që janë të vjetra që nuk ka nga një kusi ose si të themi ne tenxhere bakri që e përdorin vetëm një herë në vit, vetëm për këtë ditë. Por ne jemi të rinj edhe kuzhina jote këtu është e moderuar. Më vjen mirë që vazhdojnë t'i gatuajnë në shtëpi ballokumet, dhe jo nuk mjaftohen me t'i blejnë. Në qytetin e Elbasanit nuk ka familje që nuk i gatuan. Ofendohesh nëse i thua që do bleshe. Dhe meritojnë respektin më të madh që ruajnë këtë traditë brez pas brezi. Madje dhe ajo tenxhere brez pas brezi historikisht trashëgohet, po nga vjerat, nga nuset, përsëri është e shtëpisë ajo tenxhere. Marrin pjesë gjithë familja në përgatitjen e ballokumeve? Po, gjithë familja. Sepse kjo është dhe e lodhshme, unë pak minuta vazhdova dhe të lodhe dora nga. Minitas që kemi ne këtu, ka shëtitur dorë më dorë dhe te kameramanët, sepse mirë është që erdhi momenti, mirë është që ballokumet të trazohen në një enë bakri dhe mundësisht me dorë. Për arsye se temperatura e gjalpit, dori tani natyrshëm, nuk duhet të gjalpi shumë i ftohtë. E shkrim duhet të jetë njësoj si kur zëm qumshin.
Kos, e vakët. Në atë lloj temperature, këto janë sekretet të recetës që nëse nuk e respektojmë, nuk arrim dot rezultatin e duhur. Mirë është me luk druri, mirë është me dorë fare, sepse temperatura e trupit tonë është 36 gradë. Dhe nëpërmjet temperaturës së trupit ne përçojmë temperaturën ke gjalpi. I trazojmë me dorë dhe kështu shkojmë njerë unë, njerë vëllai, njerë nusja, njerë gjithë familja marrin pjesë në përgatitje, po është edhe simbolikisht mirë, thuhet në traditë. Ne këtu i trazuam dhe kush e trazoi tha, shiko, unë meritoj një bollokume, do të thotë që flet shumë kjo, flet shumë. Po. Ja, tani në këtë moment është bërë këtu një krem i vërtet, ne do të shtojmë një nga një vezët. Në dërras unë do shkruaj porcionin e plot me 1 kg miell dhe me 1 kg sheqer. Ndërsa këtu unë kam bërë 500 gram miell dhe 500 gram sheqer me 200 e pak fare. Po, i hedhim më pas publicitet, apo të vazhdojmë të hedhim dhe ne i trazojmë gjatë publicitet? Dhe vazhdojmë, shumë mirë. Bëjmë një shkputje publicitare, vezët AIBA janë dhe goxha të mëdha dhe shumë cilësore dhe shumë të shëndetshme, të freskëta për t'i dhënë suksesin e merituar recetës së bollocumeve. Desha të theksoj që dhe gjalpi duhet të jetë i stazhonuar, jo buro fresko, duhet të jetë gjalp i stazhonuar mirë. Po, që të paktën kur ta provojmë, ajo të jetë bukur dhe aroma e mirë fjala vjen. Mirë, shkëputemi për pak publicitet. Falenderojmë sponsorat tanë, rikthehemi vazhdojmë me recetën. Mirë se erdhët, do vazhdojmë tani të hedhim vezët një nga një tek masa që po përgatisim. Po t'jetë direkt, dojmë vjotë. Jo, prit, duhet të rrahë, për vezët hidhen me një interval 3-4 minuta, 2-3 minuta të paktën nga njëra tjetra, derisa të përthithet komplet nga masa e sheqerit dhe e gjalpi. Po thuaj se nuk duket fare, Jo, ja, një sekundë edhe pak, tani e hedhim tjetrën, por ma trazoj që tani këtu, Niki, sa unë të vazhdoj këtu. Do të hedhim këtu, si që shikoni ke qepa, një lugë, unë hodha një lugë të madhe druri, me piper të kuq. E trazojmë piperin e kuq, nuk e lëmë shumë gjatë këtu, për arsye se fillon dhe nxihet, dhe me njëherë, do të hedhim tek mishi. E hedhim këtu tek mishi. Dhe si që shikoni këtu, po vazhdojmë që të zjeja. A vash, Niki, se të lodhe dora, se bëndot ashu. Dua shticuim të 4 vezët, se s'kemi shumë kohë, besoj. Kështu që edhim dhe të 4-tën. Si është kjo masa, për 4 vezë, për sa ballakume paka shumë? Shiko, këtu mund të dalin 6 ballakume, të mira, nëse ne do të bëjmë flasë për ballakume tamam, se ballakumet nuk janë të vogla, po, nëse do të bëjmë 1 kg, atëherë do dalin 12. Tani hedhim këtu dhe majdanozin. E trazojmë pak. Vazhdimisht dëgjohet kjo zhurma. Këtu provojmë edhe forcën dhe Vjollca. Bëjmë dhe fiskulturën e krahut. Imagjino që kanë hequr anvisat gjatë kësaj periude. Kur bëhen? Një ditë më përpara kryesisht? Orizin, urdhro? Një ditë më përpara i përgatisin anvisat? Jo, bëhen ditë më përpara. 4, 5, 6, ja dhe një tjetër 7, se kemi goxha. E trazojmë dhe e lëmë që të zjeje. Do të hedhim dhe pak krip dhe gjithë shka këtu përfundon. E lëmë që të zjej për 15 deri në 16 minuta dhe do të ham një aroma shkëlqyer këtu. Tani vazhdojmë. Mbaruan vezët? Mbaruan vezët. Tani një lëvoshk veze, Niki, është bërë një krem i vërtetë. Një lëvoshk veze do ma mbushësh me finj.
Në një gotë ujë, një lugë gjelle. Ta mbush kështu brenda, si që është? Po, e mbush, ja këtë lëvoshkën. Këtu. Gjysmën e atë. Mbushe me ujë finje dhe hedh këtu. Ndërkohë, dora lëshohet dhe këtu bëhet masa brava. Kjo shërben për ta bërë edhe më të shkrifët. Ballakume. Lirohet pak dora. Lirohet dora dhe tani fillojmë. Ja. Fillojmë dhe hedhim mielin. Ta do i vetë mirë, do rëndohet akoma më shumë tani. Po patjetër. Grushta, pak nga pak. Hedhim pak dhe madje në këtë moment është mirë që ta trazojmë dhe me dorë, po në një kohë më të vonshme e trazojmë me dorë. Ja. Trazojmë. Ka punë kjo punë. Prandaj mblidhet gjithë shtëpia. Nëse prisni vetëm nga unë, mbetet pa ballakume. Të gjithë, mua mi ka sill Vjera gati dhe imagjino sa që ka lodhur. Është lodhur shumë. Punë e thjeshtë. Jo, s'është e thjeshtë. Nëse ajo të ka thënë që u lodha, se bëra ballakume, Ne jemi majdanos, fluturon në ajër. Po, fluturon nga. Vazhdo. Ne vazhdojmë me këtë punë, kështu që nëse kemi për të Këto pastaj vendosen në tavë për të pjekur, ë? Pastaj lyejmë duart me gjallë dhe i trazojmë duar. I bëjmë kështu si të sheshta këtë formë që shumë? Jo, fare. Duar dhe i lëmë si trumbullakta gjallë. Dhe bien kështu vetë. Dhe hapen vetë. E kuptova. Mirë, do të vazhdojmë të hedhim mielin, vetëm kaq këto janë përbërësit, nuk do të hedhim gjë tjetër. Duke e punuar dhe duke... Derisa të formojmë një brumë. Ja, vazhdojmë. Do ta shënojmë pas recetën e ballakumeve? Po patjetër, në pjesën e dytë. Duke qenë se këto gatuhen vetëm një herë në vit, se mos e sjellim recetën, kur aq tepër që është madje recetën do ta sjellim të plot. Me masat edhe një herë saç i kam bërë unë. Ne do të shkëputemi tani, është flesh informativ, takojmë në pjesën e dytë, do besoj se do të kemi servirur recetën e mishit me majdanos, do doja t'i lexoja edhe një përbërësi shumë shpejt, e di që jemi shumë vonë, 1 kg mish qingji, 4 tuf qep të njoma, 4-5 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle piperi kuq, 4 tufa majdanos, 1 filxhan kafe oriz, kri piperi zi. Takojmë në pjesën e dytë. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të këndit të gatimit për ditën e sotme, në këtë ditë vere ku edhe ndërprerjet janë të shumta dhe për shkak të aktiviteteve që organizon Bashkia e Tiranës tashmë edhe me inaugurimin e pazarit të ri, sikundër e kemi ndjekur edhe për gjatë këtij transmetimi, ne në fakt po i prisnim Anvisa dhe kemi përgatitur ballakumet, janë gati. Po hodhëm e pan Anvisat, ishim deri tek pjesa ku ne hodhëm 1-2 grushta miell, përfunduam komplet tasin e miellit, e i hodhëm, i trazuam me kujdes, madje atë dorën e fundit e trazuam me dorë, pastaj lam duart, i lyem pak me gjallë, i rrotullojmë pak në përduar, dhe hedhim ballakumet këtu. Pas ke lyer dhe tavën pak, me pak miell. Po, është shumë e rëndësishme, faleminderit që më kujtove. E lyem pak tavën me gjallë, e pudrosim me pak miell misri, ashtu siç veprojmë edhe kur bëjmë një kek, që e lyem me gjallë, ose shtrojmë 1 letër kuzhine. 1 letër kuzhine. Nëse s'keni letër kuzhine, bëjmë kështu dhe tani vendosim në furrë në temperaturën 150, nuk e di si është furra juaj, ndoshta edhe 160 nëse nuk nxehet mirë. Kjo quhet temperaturë mesatare? Po. Në temperaturë mesatare. Për 35-40 minutë që mendoj që ballakumet do t'jenë bërë, ato do të plasariten nga sipër, dhe sa më shumë plasariten, aq më të mira janë. Ashtu edhe kur të shkojmë rastësisht për t'i blerë, ato do zgjedhim që janë më tepër të plasaritura. Mirë, ta vendosim të fitojmë kohë, po vendosim në pjekje, në furrë. Dhe ato do të bëhen tavën tjetër. Do të zmadhohen sigurisht, dhe do të bëhen një formë të tillë siç janë këto ballakumet këtu. Edhe këto unë i kam bërë. Tani do të servirim gjellën. Gjella është në piksur, Me pak lëng është, dhe ai lëngu është ai shishëm kështu me qep të njoma, kemi përgatitur me majdanos. Ka raste ku mund ta vendosësh edhe në një tavë të thellë, po jo ta lësh shumë, jo më shumë se 10 minuta në një temperaturë mesatare në furrë. Po. Sjellim dhe në qendër pjesën e hises, si thuash. Ndërkohë, kemi në ekran edhe koston. Koston e mishit me majdanos, me përbërës 1 kg mish qingji, 4 tufa qep të njoma, 4-5 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle piperi kuq, 1 tuf majdanos, 1 filxhan kafe e oriz, krip piperi zi. Kjo kosto është
10.000 lekë të vjetër për të gjithë familjen prej 4-5 antarësh. Kjo është pak a shumë mesatarja në të cilën dhe negatuar. Edhe për 6 antarë, këtu ka mjaftueshëm. Se sigurisht në Tryezë do të ketë edhe gatime të tjera. Ja. Nuk është me shumë lëngë, mbasi qepët janë bëmyer. Ja, është në një trajt të tillë. Nuk do t'i mungon të edhe ditës së sot me kjo pjatë. Dhe ju bëftë mirë. Nuk e di, në shije. Kështu era vjen shumë e mirë në fakt si gatim. Po. Se ishin goxha 4-5 tufa. 4 tufa majdanos. 4 tufa majdanos edhe gjithë pjesën, jo vetëm pjesën e fletëve që ne zakonisht e përdorim. Gati një tuf majdanos dhe një tuf qepo. Kur them qep, një tuf, jo të ketë 3 qepa jo tufa. Edhe me këtë aromën e mishit të qingjit, edhe me aromën e majdanozit, edhe qepët që janë tretur komplet, dhe shiko është një gatim që jo vetëm ditën e verës mund ta gatuajmë, tani dalin qepë të njoma dhe majdanozë dhe janë më tepër në treg. Po shumë e shishme. Dhe majdanozë ka në çdo stin, se janë sera tani që na e zgjidhin këtë problem, po sa më afër pranverës dhe me që simbolizon të gjithë jeshilliqet simbolizojnë pranverën. Është dhe ripërtëritje. Unë mendova që të bëja këtë, se nëse do të binte në një stin tjetër pak më të ftohtë, kisha vendosur që të sillja tavën me pestil, se ajo është shumë e mirë, por me qep të thata. Me qep të thata, po me çfarë bëhet? Me miell pistil? Jo, me qep të thata, pestil. Që i bën karamelizohen, sikur i karamelizon qepët, më duket apo? Dhe ato grihen imët dhe i trazon së bashku me. Duan më tepër kohë se sa një gatim. Duan një çik ke pjesa e përzierjes, dhe ajo do shumë fare më pak oriz se ky gatimi bëhet shumë. Po mirë, si edhe ndojnë disë tjetër atëra, me që se tani fillon ngrohet edhe do kemi më tepër jeshilliqe në Tryezë. Kjo është Tryeza i jonë, simbolikisht për ditën e sotme, për ditën e verës, shpresoj ta kaloni sa më bukur me familjet tuaja. Kostoja për 12 copë ballakume është 720 lekë. Nëse bëjmë një 12 mund tjerë 14, po unë po flas 12 ku një ballakume do dali mesatarisht goxha e plot. I bie me çmimin e shitjes në treg, i bie që ka një leverdim më të madhe, përgatitja në shtëpi. Besoj se shumë se anvisave kanë përgatitur në shtëpinë e tyre ballakumet. Shumë leverdim të madhe. Ju lumshi nduart për të gjitha anvisat që sot kanë përgatitur një tryezë simbolikisht dhe tradicionale për ditën e verës. Kalofshi sa më gëzuar ditën e sotme, vazhdojnë aktivitetet në kryeqytet, vazhdon agjenda aktiviteteve. Shpresoj se shumica për ju shkandal për të festuar ditën e verës me familjen, me fëmijët, daqëm tepër që është dhe një ditë pushimi. Zonja Vjoca, të uroj kalofsh gëzuar sot ditën. Dhe faleminderit që na keni ndjekur. Takojmë në pjesën e tretë me Villa 24. Miropafsh.